Rreth orës 11:15 të së enjtes, bardhyl fusha, hyri në një deg të Fibank në zonën e ishparkut të autobusëve si çdo klient i zakonshëm. Në dorë mbante një çantë të zezë, brenda së cilës kishte një Kalashnikov dhe një sasi të konsiderueshme plumbash. Me të futur në bank, 58 vjeçari ka qelluar në ajër në ambientet e bankës, duke ju kërkuar punonjësve para nën kërcënimin e armës. Fatmirësisht nuk pati të lënduar, por të dhënat paraprake tregojnë se autori ka mundur të marrë një shumë prej 20.000 eurosh. Policia njoftoi se ka ndërhyrë menjëherë dhe ka bërë të mundur kapjen e autorit të dyshuar para se ai të arrinte të largohej me shumën e parave. Pamjet e siguruara nga shteg tregojnë momentin kur policia bëri të mundur arrestimin e autorit. 2 punonjës policie të gjendur jashtë ambienteve të bankës i drejtojnë armën dhe më shumë se sa një arrestim duket një vetë dorëzimi 58 vjeçarit. Policia njoftoi se në vendngjarje u sekuestrua arma dhe gzhoja, ndërsa forca të shumta policore bërritën për të siguruar zonën dhe për të hetuar ngjarjen. Personat që ndodheshin pranë, punonjës të lokaleve dhe bizneseve përreth, treguan për shteg se në fillim nuk kuptuan asgjë. Ata panë më pas forcat e rendit që arrestonin autorin. Dëshmitarët shtuan se ngjarja zgjati vetëm disa minuta, ndërkohë që punonjësit e bankës u panë të traumatizuar, teksa i rrëfenin oficerëve të krimeve se si u kërcënuan nën tytën e armës. Forcat e policisë dhe ekspertët e kriminalistikës vazhdojnë të mbledhin prova dhe hetimet e mëtejshme do të përcaktojnë nëse tentativa e grabitjes ishte pjesë e një plani të organizuar apo veprimi vetëm nga 58 vjeçari.